A realizohen dëshirat kur bien meteorët? Se dikush pyetje për këtë. Nuk ka Ata shprehin dëshirën. të realizohen dëshirat meteorë, por dëshira realizohen nëse ti e shpreh dëshirën dhe kërkon të arrish. Ndoshta indirekt meteorët realizojnë dëshira sepse i nxisin njerëzit të shprehin dëshirën dhe i nxisin ato gjithmonë të i plotësojnë mbrapa pastaj dëshirën. Indirekt ndoshta po. Po ne kemi në dorë, jo meteorët as yjet as njëri. Disa pyesin, a do shihet në qytete të ndryshme të Shqipërisë po Gradec, në Vlorë? Meteorët duken në të gjithë tokën. E gjithë toka përfshihet në rënien e meteorëve. Në një moment të dhënë, gjysma e tokës përplaset me këtë rrjen e meteorëve. Pastaj kalojnë 2 ditë maksimumi. 2 ditë, ajo zgjat 3, 4, 5 ditë rënja e meteorëve që hyn në brezin e këtyre gurëve, por në një moment të dhënë, vetëm gjysma e tokës përplaset. Pastaj duke hecur toka, duke rrotulluar vetes, edhe duke përplasur pjesë të tjera të tokës me këto meteorë që ndodhen në këtë zonë. Kështu që toka bën 2-3 rrotullime ndërkohë që ecën në këtë zonë të gurëve. Kështu që të gjitha faqet e tokës do përplasen me këto gurë. Në një moment të dhënë gjysma, për 6 orë do përplaset një pjesë tjetër, për 6 orë pjesa tjetër, kështu që gjithë toka do përplaset 2-3 herë, 4 herë me këto gurë. Kështu që të gjithë do shijojmë këtë rënien e meteorëve. Pse Perseidet ndodhin gjithmonë në gusht? Sepse në gusht toka përplaset me vendi ku ka kaluar një komet. Përplaset me gurët që kanë mbetur nga një komet në gusht. Pastaj muajt e tjerë toka përplaset me breza të tjerë, me gurë të tjerë, të kometave të tjera. Dhe nuk kemi vetëm në gusht shi meteorësh, por kemi gjatë gjithë vitit. Shumë muaj të ndryshëm të vitit. Po nuk mbarojnë ndonjëherë këto gurët? Sa herë të kalojmë ne do përplasen? Gurët nuk është se qëndrojnë në një vend, ato lëvizin, vazhdojnë të lëvizin dhe me njëherë gurët dhe këto gurët kanë formuar një elips rrotulltillit, i cili rrotullohet. Dhe toka përplaset një herë në këtë zonë, pas një viti përplaset këtu, pastaj përplaset këtu, domethënë asnjëherë nuk mbaron. Edhe sikur përplaset 2 herë në një vend, prap ka atë gur plot që domethënë duhen miliarda vite që të marrin. A është e rrezikshme që ndonjë gur të na bjerë në tokë? Po, shumë e mundur që gur të bie në tokë. Dhe ne nuk shohim fare, por po ta shohim gjithë gurët që toka përplaset, do ketë shumë gur që bien, arrin të bien deri në tokë. Ndonjëherë mund të rastisë ndonjë gur shumë të madh. Është e mundur. Pra është e rrezikshme? Është e rrezikshme deri diku po. Po mund shohim edhe shumë meteorë që bien në hën, se dhe toka dhe hëna të dyja bashkë futen në këtë brez gurësh të kometës. Dhe mund shohim shumë meteorë në hën, duke rënë në hën, me teleskop. Pse nuk bien në tokë të gjithë? Po ta shohësh nga ana astronomike, të gjithë tokë bien. Po ta shohësh nga ana se si e shohim ne, tokën si gur, si shkëm, shumë bllokohen nga atmosfera, digjen në atmosferë, sepse shpejtësia e tyre në rënje është minimumi 30 km/s, minimumi, mos më shpejt. Dhe ato kanë një shpejtësi mjaftueshme për të djegë në hapësirë, nëse janë të vegjël. Nëse janë të mëdhenj, digjen vetëm sipërfaqe dhe ato arrin bien tokë. Nëse janë me përbërje metalike, motoron, ka më shumë mundësi të bien në tokë, të shpëtojnë përplasjes goditjes me atmosferën, sepse goditja me atmosferën është shumë e madhe. Bëni provë të nxirrni dorën jashtë kur makina është duke ecur mbi 100 km/h, do shihni një rezistencë shumë të madhe ajri. Shumë fishoheni këtë mijëra herë, sa e fortë do bëhet kjo rezistencë e ajrit. Ai sa do të djegë dorën e, domethënë, do të djegë dhe gurët e tij. Mendoni të hidhni një gur, ta çoni nga Tirana në Durrës për 1 sekond. Sa shpejt do ecë guri, çfarë rezistencë do ketë, çfarë energjie do ketë që të arrijë deri atje dhe sa do nxehet deri në shkrirje. Po meqense kometa është akull, si ka mundësi që nuk shkrin prej diellit e gjitha? Nuk është vetëm akull, është minimumi 60% akull, kështu që 40% ose më pak 30-20% është gur. Kështu që ky 20%-30% shka mbet nga kometa në këtë zonë. Akulli ka shkrirë, është avullu, është thyrë në avull, i cili rrotullohet rrotulltillit. Disa pyesin se shohin çdo natë yje që ndriçojnë njëri mas tjetrit në qiell. A janë edhe këto meteorë? Këto janë satelit artificial të hedhura nga njeriu. Këto nuk janë objekte natyrore, thjesht janë satelit me të cilat është mbushur gjithë hapësira rrotull tokës. Kështu që këto nuk janë meteorë, janë objekte nga njeriu. Një detaj shumë interesant tek rënja e meteorëve është ngjyra që kanë ato gjatë djegjes.
Ngjyra ndryshon në varësi të përbërjes së tyre. Magnezi lëshon ngjyrë jeshile, hekuri ngjyrë të verdhë, kalciumi ngjyrë lila. Domethënë kemi ngjyra të ndryshme, oksigjeni ngjyrë të kuqe. Dhe ne mund marrim vesh dhe elementet kimike që ka ai gur që ra në tokë. Meteorët metalik kryesisht zgjasin më shumë, vija është më e gjatë dhe më e shëndritshme. Guri shpërbohet më shpejt dhe shuhen më shpejt. Mund kemi edhe shumë efekte shkencore që mund shohim tek guri që bie në tokë. Gjithmonë shiu i meteorëve merr emrin e një yjesie. Ky shi meteorësh do bie këto 2 ditë, në gusht ka emrin e Perseidëve, sepse duket sikur gjithë këto yje dalin nga yjesia e Perseut. Rezatojnë nga kjo yjesi. Yjesia e Perseut është atje, po themi, dhe gjithë meteorët dalin nga ajo pikë, nga një pikë e caktuar, nga drejtimi në cilin toka ecën drejt rrotulldiellit. Duhet të dimë që ky shi meteorësh nuk ka lidhje fare me yjesinë e Perseut, ëh. Yjesia e Perseut është thjesht një drejtim i caktuar. Yjet janë jashtëzakonisht shumë larg, kështu që meteorët janë këtu, ke ne, te atmosfera jonë. Yjet janë me qindra mijëra vite dritë larg.